Se kanë me u denu këta, një duhen me ditë qytetarët e Kosovës edhe Kosovarë tonë. Historia jonë ka me ndryshu, edhe kjo nuk bën me ndodhë, për që ata ka qenë shumë e rëndësishme që njerëz, jo vetëm përmes si raportit, se ne e dim, po ne si shqiptarët Kosovës apo Kosovarë, neve kemi hasë në vesh të shurdhër, pa marrë parasysh se çka mundet me thonë këta njerëz që janë shumë kredibil, njës mirë të fushës, gjithë që jemi sot këtu, pa marrë parasysh, kur ty të vjen prej dikuj tjetër që domethënë nuk mundet me u ndiku, është një raport i pavarur i ka dhënë komplet një konotacion tjetër. Domethënë, po shihet edhe prej një prizme tjetër, se nuk është që njerëzit në Kosovë nuk kanë folë. Ne e dim para një kohe e patëm atë në shesh që u prezentun disa të dhënën atë cilat nuk janë njerëz këtu vetë po e zgjedhin çka dojnë me besu. Domethënë, ne kemi problem me ata të cilët dojnë me pa historinë e Kosovës edhe këtë luftë pastër, tyne njerëzve të cilët kanë luftu gjithë popullit Kosovës për lirinë e Kosovës. Ne nuk kemi qenë agresor, neve po dojnë faktikisht njerëz ata të cilët kanë qenë pjesë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që shumë i kemi edhe të vrarë, po dojnë me agresorin, marim prova, tash e spjegoj edhe ma mirë zot një ma herët para folci, marim prova prej Serbisë, që shmonë është imi marë provat prej Serbisë, kura i të ka my ty, ka dash me të shfarros, edhe po të qëtë njëjti nivel. Do më thonë, na që kemi mbrojt pragun e derës, dhe nuk kemi pas ku me shku ma, se në Kosovë kemi qenë, nuk kemi qenë diku tjetër, na nuk e kemi zulmu diken, po barazohemi me ata të cilët, do më thonë, e kanë sulmu dhe kanë dosh në idejim egzotin e njerëzve edhe lumin e njerëzve cilë do më thonë kanë dalë